Sipas SPS-s, edhe zoti Ashari është një antar i pretenduar i NKP-s, të cilit ata nuk i përmendin emrin. Pra, nuk mund të diskutosh thelbin e NKP-s, siç pretendon prokuroria, dhe të pretendosh që çdo antar i lartë në UÇK me dëmos pas ka qenë pjesë e NKP-s, përfshirë këtu zotin Ashari. Tani sa i takon emrave të antarëve të pretenduar të NKP-s, emrat që përsëriten vazhdimisht në këtë çështje gjyqësore, të gjithë NKP-s, të cilët janë diskutuar. Një emër që përmend është Ademi Ashari, i cili ka qenë shumë i përmendur në këtë çështje gjyqësore. Është përmendur si një person që ka marrë pjesë në luftimet e Prekazit në 1998, në fillim të marsit të 1998-s, nga prokuroria. E keni këtë në dosjen e prokurorisë, në paragrafin 1333, ku në fakt na shkalojnë komplet masakrën që i ka ndodhur kësaj familje. Përmend edhe disa raste të tjera, si kur të jetë takuar me zotin Vesili, zotin Thaçi 1992, këtë prokuroria ka në paragrafin 788, apo që është prezantuar me zotin Selimi nga Sulejman Selimi në 1994. Ky është paragrafi 98. Dhe pashtu rreth datës 4 mars 1998, është takuar me zotin Selimi, Sabit Kecin, Sulejman Selimin, Remin dhe Rahman Ramën për të diskutuar zgjerimin e UÇK-s edhe armët. Përfundimi i logjikshëm që kanë nxjerrë SPS-ja nga këto situata është që këto lidhje mes të akuzuarit dhe zoti Ashari janë relevante për argument të SPS-s, takon NKP-s. Unë mendoj se këtë SPS-ja e bën sepse sipas SPS-s, edhe zoti Ashari është një antar i pretenduar i NKP-s, të cilit ata nuk i përmendin emrin. Pra, nuk mund të diskutosh thelbin e NKP-s, siç pretendon prokuroria, dhe të pretendosh që çdo antar i lartë në UÇK me dëmos pas ka qenë pjesë e NKP-s, përfshirë këtu zotin Ashari. Megjithatë, u mendoj që nëse e pyet prokurorin tani, prokuroria nuk do të jetë në gjendje të përgjigjet. Nëse e pyesni, a ka qenë zoti Ashari pjesë e kësaj NKP-s që pretendoni ju? Sepse nëse do të ishte kështu, prokuroria do të jetë në gjendje ta vërtetojë këtë gjë. Po unë shpresoj të nderuar gjykatës që ju në një moment t'i bëni këto pyetje të vështira, të mos e loni prokurorin të sillet në këtë mënyrë.